Gjurmët 23.000 vjeçare në New Mexico zbulojnë aktivitetin më të vjetër njerëzor të njohur në Amerikën e Veriut. Hulumtimi i ri ka konfirmuar atë që mund të jetë prova më e vjetër e njohur e njerëzve në Amerikën e Veriut, një grup gjurmësh fosilizuese 23.000 vjeçare të gjetura në parkun kombëtar Whitsundays, New Mexico. Këto gjurmë të lëna pas nga njerëzit e epokës së akullnajave në baltën e butë të një shtrati të lashtë liqeni, po ofrojnë një pamje të jashtëzakonshme të jetës e 10 mijëra vjet më parë. Gjetjet të publikuara në Science ngurtësojnë datimet e mëparshme me radiokarbon dhe forcojnë një narrativ të re që njerëzit banuan Amerikën e Veriut të paktën 10.000 vjet më herët nga se besoi më parë. Faqja përmban qindra premtime të lëna nga fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit që ecnin nëpër një breg të lagësht liqeni gjatë maksimumit të fundit të glacial. Një kohë kur pjesa më e madhe e Amerikës Veriut ishte e mbyllur në akull. Faqja në New Mexico ka rishikuar librat e historisë pasi ne kemi zbuluar shembuj të mrekullueshëm të aktivitetit njerëzor, mënyrën se si njerëzit ndërvepronin me njëri tjetrin, me peizazhin dhe me jetën e kafshëve atje, ka thënë Sally Reynolds, paleoekologe në Universitetin Bournemouth. Midis shumë gjurme njerëzore, janë ato të megafaunës së zhdukur, mamuthëve, uqërve të tmerrshëm dhe përtacëve gjintar të tokës, që ofrojnë një pamje të një ekosistemi që nuk ekziston më. Kishte grabiqar të rritur përreth, duke përfshirë uqër të tmerrshëm dhe mace me dhëmbë saber, ka thënë autori i këtij studimi Matthew Bennett, sipas Smithsonian. Ne mund të shohim se ku ajo rrëshqiti në baltë në pika të caktuara. Ne mund të shohim gjithashtu gjurmët e këmbës së fëmijës aty ku e vendosi, me sa duket sepse ishte e lodhur dhe kishte nevojë për pushim. Ndërsa printimet e zbuluara për herë të parë në vitin 2009 dhe fillimisht datuar në 2021, studimet vijuese kanë forcuar besimin në moshën e tyre. Datimi radiokarbon i farave të Rupia Cirhoha, bari hendeku të ngulitura në të njëjtat shtresa si stampat i vendos ato midis 21.000 dhe 23.000 vjet më parë. Ky afat kohor shkon përballë modelit të parë të Clovis, i cili thoshte se njerëzit hynë në Amerikën e Veriut jo më herët se 13 vjet më parë pas shkrirjes së akullnajave masive. Këto gjurmë sugjerojnë se njerëzit po lulëzonin në jugperëndimin gjatë kulmit të epokës së akullnajave. Për te rëndësisë së tyre arkeologjike, gjurmët ofrojnë një pasqyrë të rrallë emocionale dhe sociale në jetën e hershme. Paraqitja e gjurmëve tregon fëmijë që ecin për krah të rriturve, njerëz që rrshkasin në baltë dhe të tjerët që ndjekin shtigjet e njohura nëpër të njëjtën tokë. Gjurmët e lëna në Whitsundays janë një pamje e asaj që po ndodh dhe adoleshentët që ndërveprojnë me fëmijët e vegjël dhe të rriturit, shpjegon Bennett në një deklaratë. Ne mund t'i mendojmë paraardhësit tanë si mjaft funksional, gjuetar dhe të mbijetuar, por ajo që shohim këtu është gjithashtu aktiviteti lojës dhe mosha të ndryshme që bashkohen, një pasqyrë vërtet për këta njerëz të hershëm. Studiuesit besojnë se vendi mund të ketë ende më shumë për të zbuluar. Me gërmime të vazhdueshme, shkencëtarët shpresojnë të gjejnë gjurmë edhe më të vjetra ose forma të reja provash që mund të zgjasin edhe tej afatin kohor të pranisë njerëzore në Amerikë. Këto gjurmë ofrojnë një dritare të vlefshme në jetët që kanë jetuar paraardhësit tanë dhe sa shumë ata ishin si ne. Ka thënë Reynolds, ruajtja e tyre nuk është vetëm gjeologjike, është personale. Këto janë shenjat e familjeve të hershme, gjuetarve, fëmijëve dhe komuniteteve që ecën në këtë tokë mijëra vjet përpara se fillonte historia e shkruar.